Asharëve. Kemi në si pjesë veçantë të propozimit. Po flasim të opozita, po thoni i mund 8-0, i ka marrë, ju ka ra mërtaja. Opozita shtini Albin Kurti mi kërku ndihmë. Po prandaj po them, nuk është fitore opozitës kjo me po njën, pinjeri ma të fortin, as të një historinë e zgjedhjeve në Kosovë. Jo, nuk është fitore politike, sepse nëse dëgjon tazëm shembull Betri Hamzën prom, një politikan shumë i lodhën, i pa shpresë për Partinë Demokratike të Kosovës, pra vetëm një kontabilist dhe jo më shumë, jo njeri i politikë bërjes, po imi natyrisht po, nuk thoshte as rrim, as nuk rrim sallë. PDK-ja, për atë se çfarë i ka bë Vjosa Osmani Hashim Thaçit, Kadri Veselit, me fymje e shamje, e toksike sa ka qenë sadiste kur këta kanë shku në Hag, ish desht me zë, me figur prom qartë, Betri Hamza në thonë kur në jetë, ne nuk rrim sallë për çiftin e Vjosa Osmanit edhe shkojmë në zgjedhje. Po nuk e tha. Prandaj, duke po që këta nuk janë as anej, as kënej, Albin Kurti për lunë këtë lojën që me i defakturizu edhe ma shumë, edhe simbolikat për të regojnë se për i pret aty sim bret, dhe këta për shkojnë aty po i ullën. Hamza për ka cëllash në kulturën e vetë politike si lider. Kur farë kulture? Nuk po shantazhon, s'po shkojnë me luzikin e shantazhit, dal ose nuk dal, po po thot nuk i sigurej votat që i ndojnë në shkimit për Vjosa Osmani. Jo, kur farë kulturës politikës është kjo. Kjo është ikje nga përgjithësia liderit. Kjo është mës me pas godzim, me balafaqu, me realitetin, me faktet politike. Edhe cilat janë faktet politike, pra po shije që, po përsëris, që Albini nuk po dënë me bo Vjosa Osmani, sepse e përdori, e kesh përdori si do të quani një cikël. Pse po thoni Albini s'po don? Albini na shtat don, po pikërisht vota opozitës është ajo e cila pa mundson Albin Kurtit, që kjo shpeshun ti si kanë ra, Lumiri, Bedria, Ramushi pa mundsojnë Albinit me kthy edhe një herë Vjosën, ta kanë shujt në tere. Opozita le ta propozon Vjosën, pra, por me pa ka gatishmëri Albin Kurti me votu grupi parlamentar i Albin Kurtit. Po thuaj që mos propozimi i Vjosës nuk është fitore opozitës, po është jo, s'ka asnjë fitore, asnjë fitore këtu nuk ka të opozitës deri në momentin kur opozita qartësohet dhe thot po, këtë figurë, si që tha sot profesori nderuar Enver Hoxhaj, Jasharaj, do ta votonim. Do ta votonim, sepse nuk ka tjetër alternativë. Tregoni cili është plani A dhe B i PDK-s, i AK-s ose i LDK-s. Për shembull, më lejoni, rani do të ishte kështu. PDK ta propozon një kandidat të vetin. Okej? Për vlerësimin tim, më i miri ndër ta, i pa konkurrencë, do të ishte profesor doktor Enver Hoxhaj. Njeri kompletu në rrafshin në marrëdhënie ndërkombëtare, gjithë ministrat e jashtëm shqiptar në Maqedoni, Shqipëri e Kosovë nuk kanë kontakt edhe rrjet të diplomacisë që ka po Enveri. Por a i merr votat? Nuk i merr. Te AK-ja, pa kontestueshëm, Ramush Haradinaj më propozu, siç ka thënë Besniku dje. Po a i merr votat? Nuk i merr. Jo, i merr, Besniku tha se kemi votat. Jo, tash flasë, opozita na propozon, opozita voton, sigurojmë votat më në vetëvendosje sot ja Haradinaj. Inshallah. Po se besoj. Unë nuk e besoj kur që vetëvendosja e voton Ramush Haradinaj. Përndryshe edhe kjo i kompletuar me ato lidhet e veta që ka në Pentagon, në Kongres dhe në Senat për merak, Ramush Haradinaj, si dhe simbolikën historike me UÇK-n. Atje në LDK, atje ku diu në Kujtim Sharën e tjera. Por cilin do që këta propozojnë nuk i merr votat nga vetëvendosja. Prandaj jemi në blok. E tash, duhet me kjo është politika, kështu bëhet politika. Tani me qenë se asnjëri nga këta kandidat nuk votohen nga pushteti, nga grupi parlamentar i vetëvendosjes. Cila është alternativa? A po doni Vjosën? Jo. Atëherë po shkojmë pranë zgjedhje, s'po dojmë as zgjedhje. E atëherë pra, dil vetë dhe propozohë Bekim Jasharin, ose cili do që është për familjes Jasharit. Dil vetë propozohë. Dil vetë, si opozitë, po, ja, ne propozojmë, sepse figurë ma unifikuse në këtë rafsh, në këtë kontekst, në këtë situacion ku gjindemi, nuk ka. Se s'pe bon opozita një zati tjilë, për deri sa gjitha ne po deklaruajnë që jenë gatë shumë edhe i vetë mi figurë unifikuse në këtë situatë është dikur për familjes Jasharit. Pse opozita ka problem me qenë unifikume të kjo jamën? Unë e votojnë dhe rrim, po me propozu si jamën. Unë nuk e kuptoj pse nuk e propozojnë. Unë nuk e kuptoj pse nuk e propozojnë, ose pse nuk dalim në alternativ tjetër. B, C, nuk e kanë, opozita nuk e kanë. Këta thonë po, AK-ja është e qartë për Ramushi, po këta tjerë nuk e kanë. Pse? Janë gjumë, janë komplet në konfuzion total. Ose le të thonë që umër shkojmë zgjedhje, a u kupton? Ti provokojmë zgjedhje. Pse në konfuzion, Adrian? Frika, humbja... Humbja, frika, do thotë, e kanë humbë topin në fushë komplet me zhargon të futbollit dhe tash, do thotë, nuk kanë kurfar alternative. E unë mendoj që alternativa vetëm në këtë moment, kështu si ka situata, është dikush nga familja Jasharit.
është dikush nga familja e Shuarit. Arjan, po kthehemi te zoti Kurti edhe te deklarata e juaj si ta zoti Kurti nuk e propozon Vjosa Osmanin. Pse po thënë si nuk e propozon Vjosa Osmanin? Vjosa Osmani zoti